vetëm për shërbimet. Do të kuptoni diçka. Këta banorë këtu meritojnë më shumë, sepse këta vinë paraardhës që kanë luftuar, vinë paraardhës të cilët kanë bërë histori në Shqipërisë. Kjo zonë, kjo krajinë, kjo trev meriton më shumë. Nuk është tani t'i heqësh Cakranit, gjitha shërbimet. Dhe këta banorë këtu të shkojnë në Levan, kjo është e papranueshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Atë që po i bëjnë, thash edhe një herë, Cakranit nuk ja ka bërë asnjë armik që ka kaluar në këto anë, asnjë pushtues nuk i kanë bërë Cakranit këtë që po i bëjnë këta sot. Pra t'i heqësh Cakranit dignitetin, ja kjo është. Këtyre banorëve këtu, ti mos u ofrosh më asnjë lloj shërbimi nga data 1 maj që të vjen pas nesër. Ja kjo është e vërteta. Tani, kjo është masakër historike dhe kjo nuk bëhet pa qëllim. Kjo nuk bëhet pa qëllim. Qëllimi është sepse është betuar dikush këtu që unë do ta shkrij Cakranit. Nuk e shkrin dot as ajo zonja që shmarrë pandeur, as njeri tjetër nuk e shkrit dot, sepse këta parasit e këtyre burrave këtu kanë luftuar që në kohën e Osmanëve, kanë bërë kryengritje, ja këta i shikoni ju. Këta ka përballuar luftra me Axhi Qamilin e me këtë doni ju, me italianët e me këtë doni. Kështu që nuk e ne, kjo është e papranueshme dhe ne nuk do ta lejojmë, thash, për epshet personale të dikujt që do ta shkrit Cakranit, nuk ka shanse ta shkrit Cakranit. Sepse mundet në një moment dhe mund ta shkrish, sepse ke pushtetin, ke forcën e kartonit. Po problemi qëndron që sa do ta mbash gjatë këtë pushtim dhe këtë poshtërsi që po i bën. Nuk ka poshtërsi më të madhe, i kanë larguar të gjithë shërbimet, i kanë larguar të gjithë rinin, të gjithë banorët dhe tashmë i thonë ju do shkoni në Levan për të marrë një dokument të njësisë administrative. Po ku do ta gjej ai pensionisti i Albanian? Ai pensionisti ku do ta gjej ai fuqinë e tij për të shkuar në Levan? Kur ai këtu ka 100 e sa vite, ka varret e të parëve, ka çdo gjë dignitetin këtu. Dhe ai tani duhet të shkojë në Levan, çfarë është Levani fundit? Para Cakranit. Çfarë është Levani? Pse këta nuk i sollën në Cakran, Levani në Cakran, po çojnë Cakranin në Levan? Se kjo është pyetja që bëhet. Ja më thoni mua ju. Dhe pastaj thoni ju që mos bëhet. Jo, kjo është politike. Dhe unë nuk mund të them tani s'është politike, sepse çdo vendimarrje është politike. Padyshim që ka njerëz këtu që nuk vinë se kanë dhe frikë, kuptohet, ë? Sepse i kanë kapur rob, i kanë mbajnë peng me 500.000 lekë që ju japin, aty për të ngrënë bukë, që janë 500.000 lekë që ju japin, aty te komuna, dhe ca të tjerë që punsojnë aty për 500.000 lekë. Edhe kaq, sa mbajnë frymën dhe nuk vinë, nuk i lejojnë. Kjo është e gjithë historia. Tani ne jemi këtu dhe kjo do vazhdoj, sepse ne kemi kërkuar dhe po vazhdojmë që Cakranit do kthehet bashki, sepse është komuna, ka që komuna më e madhe në dyta në vend, i plotson të gjithë kushtet dhe kriteret për të qenë bashki, sepse ka mbi 20.000 banor apo mbi 30.000 banor, ka mbi 15 apo 20 fshatra bashk dhe gjithë lugina e Vjosës duhet bërë bashki për shumë arsye, jo për një arsye. Kjo është e gjitha. Kjo është një lëvizje që fillon sot, nesër pas nesër do bëhen dhe dëgjesa publike dhe do kërkohen akoma më shumë dhe kërkesat do vazhdojnë të rriten. Kjo është e gjithë. Faleminderit. Hajde s'ka të matë e djatu Cakrani, historikisht, që në kohën e antikitetit, është qytet. Është qyteza, Gurzeza, që është 2400 vjeçare. E rrethuar lart. Në kodër 23 hektar, qytet. Dhe sot, Cakrani të shkojnë në Levan është tur për neve, për si zonë. Jo për... Po që të linë si fëmijët tanë, edhe të marrin qytetarin e Levanit, nuk kemi gjë me komunitetin rom, po. Nuk kemi rom, jemi autokton. Atë ju si e përktheni këtë? Për neve është, çfarë them unë, është ulje, është ofendim. Në anë e qeverisë, në anë e pushtetit qendror, nuk e di si mund të them. Konsultim nuk ka patur me banorët? Absolutisht jo. Pra për ju erdhje e papritur? Është e papritur. Është i vetë një shërbim që do të largohet? Në tjenin tuaj? Të gjitha shërbimet, po gjersai, po iku gjendja civile, iku ish komuna kjo, si quhet njësia administrative. Avash do iki spitalit, ikin e shkollat, pasaj qa i bjetë të neve, ngelemi ne si fshatrat e humur të përmetrit e të pelenës lartë. Kaq janë 16.500, 17.000. Arsyeja e protestës sotme, ne jemi informuar nga media dhe nga personat të tjerë që qeveria ka marrë një vendim, se nuk kemi dëgjuar vetë qeverinë, ka marrë një vendim që të bëjë zvoglimin e njësire vendore dhe sidomos transferimin e gjendjeve civile në të gjithë qarkun e Fierit dhe nga nuk e di se ishte numri i gjendjeve civile, të reduktohet të shkojnë në 4-5
njësi, ose gjendje civile në 4-5. Kështu që cakan e kanë çuar me Levanin. Dhe neve historikisht qëndrojmë 1 milion herë larg nga Levani në të gjitha drejtimet. Ne cakanjotët jemi autokton sot e 200 vjet para dhe nuk kemi heterogjen. E para kemi një histori që nga Gurzeza, që jemi autokton 2000 ca vjet para. Përshëndaj cakani sot përbëhet për 17.000 banorësh me certifikate, bëhet nga 13 fshatra me vull. Dhe i ka të gjitha kriteret e një bashkie. Do thonë kemi sot mbi 13 fabrika vaj, super kështu markete. Kemi shkollë të mesme, shkollë nënvjeçare. Është një zonë e populluar. Është një zonë e populluar dhe është fatkeqësi e madhe që këta 17.000 banorë transferohen dhe shkojnë në Levan, për një certifikat. Ku në Levan do të jenë 2 punues gjendje civile. Le të rrinë njërin Sakra, le të rrinë njërin Levan. Po qëse qeveria nuk ka lek për të punësuar, të rrinë njërin Sakra. Le të shërbejë cakanjotët, jo të shkojnë cakanjotët në Levan. Ashtu, ne më mirë shkojnë Fierë. Ose shkojnë Ballësh. Shkojnë Ballësh. Ose në Kal. Ka qenë komuna më e madhe. Fshati më i largët, sa larg është nga Levani? Fshati më i larg nga Levani është 27 kilometra. Levan historikisht që në ju përshëndesim ju si media që qani hallet e këtij populli të kësaj zone. Nga pikpamja demografike, zona e Sakranit është zona më e madhe në Republikë, ka pasur 23.700 banor, është në kodën e 17.300 banorëve sot, pasi lëvizjen në emigracion. Qeveria duhet të shërbejë popullit me zyrat administrative sa më afër dhe jo t'i largojë. Ne nuk njohim bindje partijake të majta të djatha, por kërkojmë në emër të popullit që t'i shërbehet këtij komuniteti, pasi forca aktive është larguar dhe pjesa më e madhe janë pleq dhe pensionista. Pra, ne nuk u shërbejmë, por i torturojmë, i lëmë që të vuajë dhe i ikim larg dëshirave dhe mundësive për të shërbyer këtij komuniteti. Nëse qeveria do ta shikonte të arsyeshme, unë do të kisha mendimin tim dhe të pjesë më të madhe, sepse edhe lidhjen me pikpamjet demografike ne kemi me Fierin, se kemi me Levanin. Pra, akoma më keq, e shkatrojnë të ardhmen e këtij komuniteti. Në emër të popullit, nëse qeveria dëgjon, hap veshët dhe syt, të shikoj kërkesat dhe hallet e këtij populli dhe t'i shërbej këtia dhe jo ta torturoj. Ju faleminderit, ju përshëndes të gjithëve. Shoh këtu për historikun e zonës së Sakranit. Zona e Sakranit është shumë e lashtë. E thale dhe shokët, Gurzeza, kalaja e Gurzezës, kalaja tjetër e Qytetës, janë me mira vjeçare. Pra në këtë këndvështrim ju mendoni se po i largojnë identitetin? Sot, apo në këtë sistem, mbas luftës, ka qenë një nga zonat më me prioritet ekonomik dhe kulturor nga shumë vende të Shqipërisë. Dhe njësia më E madhe para administrative. ka qenë një zonë. Ti e ke mundësinë të shkosh të marrësh dokumentat Levan? Mundesh. Unë jam 84 vjeç dhe të bëhet kjo sot pse u do qefi dikujt për të zvogëluar njësit si janë për zonat të ndryshme, se e kanë më lehtë ata zotrinjët, se sa më pak të ketë, aq më të majmë ben ata zotrinjë që kërkojnë të bëjnë këta. Ju vetë, shkoni do deri në Levan? Jo, kemi pa mundur. Atje do shkoj. Që të ngrihemi neve tash nga këtu, të shkojmë në Levan, në Levanin Samar. Janë të nderuar ata.
Po kështu është të shkojmë neve në atje, atëherë do thotin tu nuk ekziston kem njeriu. Një zonë që ka konkuruar në shkallë republike. Dhe jam më fal. Fatmirësisht në shtëpi kam pasaportën e gjyqit dhe thot Pazait Lanaj, Pazait Aslan Lanaj, i lindu në Sakra dhe këta sot duhet në heqin që këtu, se është drejt. Nuk ka mundësi Sakranjot të venë në Levan, apo të venë në Fierë. Është 20.000 banor. Këtu bet një deputet, këtu zvi një deputet. Është turp për ata, jo për ne. Për ne është turp që ju japin votat. Dhe turp të kenë ata. Po ku ka mundësi, ore? Ata s'di asnjeri, as shkruaj, as këndoj, as të lexoj telefonin. Prandaj për neve duam që me çdo kusht komuna dhe gjendja civile të jenë sakën. Ata nesër mund ta heqin në spitalin, na heqin në shkollën. Na marrin ne, na çojnë në Azerbajxhan. Te hajin. Na falin ata që po themi ata po. Nëse ketë reagim nga institucionet, ju do të vazhdojmë. Ne do të vazhdojmë protestat, do bllokojmë rrugën autostradën. Autostradë. Se nuk e di Ramën e të rri pushtet sa doje, po këto mos ta heqin. Komuna më e madhe në Shqipëri, që ka patur prodhimet pa para, ka mbajtur gjithë popullin e Fjejt. Shkolla e parë që është bërë në Mallakastër në Sakra, që kanë hapur shkollën e parë në Sakra, ka qenë fshat më fshatra, kanë hapur. 17 fshatra rreth e vërdall të vinë këtu, është një zonë. Ndërkohë disa fshatra janë shumë larg nga Levani. Vend 27 deri në 30 kilometra, po të marrësh Selishtën, Gojshovën, të marrësh vetë 27 deri në 30, na e kalje poshtë. Dhe këtu janë fshatra të rreth e vërdall, dhe është një zonë banor, 25.000 banor neve këtu. Kaniku ka mbetur tash rreth 18 deri 20.000 banor. Këtu është për të bërë bashki, ne shikojnë të na bien, të na i bën bashki, ata do na heqin gjendjen civile ne. Ku është parë këtu? Nuk jemi Si jemi dakord për këtë në tikim? Çdo politik, çdo mundësisht mere këtë dhe publikohet. Çdo politik në favor të tyre. Edi Rama vazhdon në favorin e tij. Çdo gjë që bën, çdo gjë reforme, çdo gjë administrator, çdo gjë. Pse ne i 25.000 banor e të vemi në Levan, ne jemi me Mallakast na quaj neve. Unë jam dakord, as me Edi Ramën, as me Salin. Votën e di unë ku t'ja jap, ama jo dhe kështu që bën. Të gjendë muhabeti, si në parlament e çdo gjë. Po këta veprojnë kundra njëri tjetrit, po mbajnë pushtetin, po s'mbahet pushteti kështu. Populli e ndjen vetë. Pra largimin e këtyre shërbimeve nga zona e Sakra. Jo, nuk e pranoj, unë se pranoj të vetën Levan. Pse? Se pranoj të vetën Levan. Unë jam 25.000 banor, Mallakasta këtu vetëm unë Levan atje. Të vetën Levan. Pse? Qa kanë qenda me madhe, me banor në Mallakastër, ja kaq. Qa themu, se qa vone Edi Rama t'i ndaj, nuk di të shpremi me... Favor të Edi Saliu. Nuk e di unë të Gjë.